Faruk Isufi nga Klina ka ndruar jetë pas të shtënave me armë zjarri në fshatin Bokšić. Për vrasjen dyshohet vëllai i tij, Jetmir Isufi, ish futbollist i KF Dukagjinit, pas një mosmarrveshjeje verbale, raporton Sinjali. Tani më lidhur me rastin është deklaruar edhe prokuroria në Pej, nga ku është njoftuar se i dyshuari është arrestuar dhe se i njëjti, me urdhër të prokurorit të shtetit, është ndaluar për 48 orë. Viktima është dërguar për në spitalin rajonal të Pejës për trajtim mjekësor, mirë po si pasojë e plagëve të rënda, viktima ka humbur jetën. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar mjeku kujdestar nga Spitali Rajonal i Pejës, thuhet mes tjerash në njoftim. Nga prokuroria bëhet e ditur se në vendngjarje kanë dalë të gjitha njësitet relevante policore, prokurori i shtetit nga Departamenti i Krimeve të Rënda, të cilët kanë sekuestruar armën, e cila dyshohet që është përdorur në rast, dhe prova të tjera relevante.